Deklaratat e ish-presidentit Stevo Pendarovski në lidhje me ligjin për përdorimin e gjuhëve janë të pasakta dhe nuk korrespondojnë me gjendjen faktike, vlerëson gjykata kushtetuese. Në emisionin Këndi i debatit në TV1, ish-presidenti ngriti dyshimin se pas një qytetari që paraqiti ankesë për ligjin e gjuhëve, qëndron një parti politike. Gjykata kushtetuese vlerëson se deklaratat të tilla nuk janë të sakta dhe nuk korrespondojnë me situatën faktike. Kjo nuk është çështje e një parashtruese që është i panjohur për publikun, por e 13 nismave të paraqitura nga 45 paraqitës, duke përfshirë parti politike, profesor, avokat, shoqata dhe qytetar. Ky informacion është shpallur publikisht nga gjykata në disa raste vitet e fundit si pjesë e angazhimit të saj për transparencë. Gjykata thekson se duke pasur parasysh ndërgjegjësimin e publikut për këtë rast, është veçanërisht e rëndësishme që figurat publike ose persona që kanë mbajtur postet e larta shtetërore dhe mund të kontribuojnë në krijimin e perceptimit publik të përmbahen nga paraqitja e informacionit të pasaktë ose të paverifikuar. Institucioni thekson se paragjykimi i vendimit të gjykatës, si edhe bërja e supozimeve rreth pasojave të mundshme të vendimit, është një qasje e papërshtatshme që mund të ndikojë jo vetëm në reputacionin e gjykatës, por edhe në perceptimin e rendit juridik dhe integritetin institucional të shtetit. Në këtë intervistë Pendarovski ka thënë se shqiptarët mund ta përdorin gjuhën, por në shumë raste nuk e shohin zbatimin e saj të plotë në institucione dhe gjykata.